Djali im kishte sjell për herë të parë në shtëpi të dashurën e tij. Ishin njohur në universitet dhe nga mënyra si e shite, kuptoi që ishte kokë e këmbë i dashuruar. Ajo, nga ana tjetër, ishte më e qetë, më e përmbajtur dhe shumë joshse. Qëndruan për disa ditë tek ne. Gjatë kohës që djali ishte jashtë për disa angazhime, ajo shpesh mbetej vetëm në shtëpi me mua. Flisnim për gjëra të zakonshme, por sytë e saj më vëzhgonin vazhdimisht. Kishte një lloj tensioni të heshtur që e ndjeja çdo ditë dhe më shumë. Një mbrëmje, ndërsa po shihnim një film, ajo ul më afër meje se zakonisht. Më pyeti. Zakonisht, baballarët janë të ftohtë me të dashurat e djemve. Po ju pse jeni kaq ndryshe? Nuk dija ç'të thosha. Vetëm qesha. Por kur u kthye nga unë dhe më kapi dorën, më pushtoi një dridhje në bark që se ndjeja prej vitesh. A të ka ndodhur ndonjëherë të ndihesh i dëshiruar nga dikush që s'duhet? Ishte ftesë e hapur. Dhe unë e pranova. Puthja e parë ndodhi aty në divan. Të nesërmen, më pas një tjetër. Ishte ndalim pas ndalimi. Një rrezik që diqte çdo kufi morali. Nuk isha më thjesht baba i dikujt, isha një burr që po i zbulonte dëshirën. Djali im nuk e kuptoi asnjëherë. Ajo iku pas disa javësh dhe nuk u kthye më. Por trupi im ende e mban mend çdo prekje të saj. A është e pafalshme kur i dorëzohesh tundimit të dikujt që nuk të përket? Apo është njerëzore të ndjesh sërish pasion kur mendon se ke përfunduar?